Ish zëvendës kryeministri i Shqipërisë Arben Ahmetaj dhe bashkëjetuesja e tij Eriola Hoxha kanë paditur në gjykatën e Strasburgut shtetin shqiptar referuar kontrolleve të ushtruara në banesën e tyre më 9 mars të vitit 2023 me vendim të gjykatës së posaçme antikorrupsion. Ahmetaj pretendon se kontrollet ishin të paligjshme pasi janë kryer në kohën kur ai ende ishte deputet i Kuvendit të Shqipërisë dhe si është shkelur imuniteti si ligjvënës. Më 9 mars të vitit 2023 agentët e BKH-s kontrolluan në palas vilën e ish bashkëshortes së Ahmetajt, Ariola Mançka, dhe banesën private në Hamallaj në porosi të partneres aktuale të Ahmetajt, Eriola Hoxha. Bashkë me urdhrat e kontrollit, SPAK me vendim të gjykatës së posaçme ka vënë në sekuestro preventive 6 pasuri, 4 nga të cilat apartamente, njëri përshtatur si Airbnb në pronësi të Arben Ahmetaj në zonën e Shallvareve, si dhe 2 llogari bankare të tij në shumën totale që shkojnë në 124.000 euro. Arben Ahmetaj është shpallur në kërkim që prej muajit korrik të vitit 2023 pas hetimeve për incineratorët e Elbasanit dhe Fierit, ku ishte numri 2 i qeverisë, rezultoi se kishte përfituar shuma të ndryshme parash nga pronarët e incineratorëve.